Rreth orës 19 e mbrëmjes, banorët e Krastës lajmëruan policinë pasi identifikuan në ujërat e lumit shkumbin trupin e një njeriu. Janë lajmëruar menjëherë palumbaret, të cilët për shkak të errësirës nuk kanë ndërhyrë. Në të tillë kushte janë angazhuar 7 efektiv zjarrfikës dhe 10 efektiv policëve, të cilët bën të mundur nxjerrjen e trupit. Gruaja rreth 40 vjeçe është pa identifikuar. Dyshohet se vuan nga problemet e shëndetit mendor. Trupi është dërguar në morgun e Elbasanit, por ende asnjë familjar nuk është interesuar për personin e mbytur.